këtu në Cep ka qenë kazinoja e Sotiri Ikonom. Apo jo? Mbajmë në përtej Urës, ka qenë hani i Todinastos, më pastaj ishin edhe fotografët tonë. Ai vazhdoni, rresh kështu. Nëse këtu tek Cepi i Urës metalike ka qenë ish komiteti ekzekutiv e mbajmë. Nërsa në atë kohë pastaj ka qenë një tip kazinoje ishte edhe, po përdoresh edhe për të fjetur. Për të mos përmendur pastaj ditët që kishte prurje madhe kur vinin njerëzit diela kish. Verët të martës. Ditë pazari. Kërcista hengu gjitha me. Edhe pasaj dhe të lalli bëndë punë me vetë. Po të lalli e detyr kishte. Ashtu. E fillon. O, milet, hajdeni të kazinoja e Sotir Konomit, se do këndoj Lazi Spiros! E dim se për kesh? Sa të shikoj të jem duke se i përafrojsh të lallit asaj kohë. Nëse në këtë udhëtim aktorët kishin shtysën e skenës në kërkim të personazhit, mua më çonte në ato anë malli për vendlindjen, për burrat e shquar që lindën andej, nostalgjia që vjeshtat më afronin. Në këtë stin, kur qielli paralajmëron shiun, kur era zë shkun gjethet e verdha, kam nevojë të shoh larg. Përtej viteve të mia, përfytyrimi i ngjarjeve që ndërtuan historinë e kësaj pjesëse të vendit tim, me fusha e degëzime të shtratit të lumit të vdekur, do të ishte i mjegullt ashtu si pamjet që na jep shikimi i syrit të përlotur, po të mos ishin të pranishëm dy bashkëlltarët e mi. Shumë kush për pak e din që kjo është pisha e Lazit Spiros. Kjo ka patë dhe shtëpine. Jo, unë e kam mësuar shumë herë. Që kur vinim plazh atëherë që ishim fëmijë. Më vonë pasaj dalë mësova se kush është ky këngëtar edhe një ma. Dhe këtu ka lindur, mos gaboj para viteve në tim. Jo, është 1870 Eksakt. E përfituron dot se si të këtë këmë atërë. Jo, po, unë kam pa foto. është shumë dhe më duket mbas 8 vjetës. Jo, po nuk e kam fjallën për edukacën. Ajo vjetë ka fetesën. Nuk e kam fjallën për shtëpinë e Limës. Ka qenë këtu. Lumi pastaj ka qenë këtu. Dhe shtëpit atëre ishin ndërtuar buz lumi, të drella lumi, drella dhe shtëpit. Një pamje jashtëzakonshme, shumë e bukur. Se është më e bërë. Po thonë që atëra bëndë shumë fëtot në fakt. Për të ruetur nga lagështi i bëni në përbrigje. Po. Aqë borë binde sa mbushesh gjithë kjo fusha deri në buz deri. Ata përfytyronin dëborën se si duhet i kishte zbardhur drurët. Unë mendoja për ata drurë që nuk ishin më, për burrat e thinjur të këtyre anëve i ikur nga kjo botë. Lazi i vogël, së po lindur, duke qarë. Ata, aktorët, bënin të dëgjonin të qarat e Lazit të vogël. Unë shihja veten në vegjëlin time në prehër të timeti. Të
përfitoj ty si Lazi më vonë. Pastaj u prit. Se kështu ka qenë Lazi. Si? E smerë, që ty gjatë flokëzi, e kur rrit pas e me mustaqe i fuqishëm. Ja, edhe manastiri i Apollonisë. Ka qenë një shkollë atë, shkollë greke, ku nxënësit mësonin greqisht. Unë dhe tërë vegjëlit e kësaj bote kemi ardhur duke qarë dhe kjo është një e vërtet e patundshme ashtu si dëbora dhe shiu, si lodrat e fëmiris dhe mali për ata që na lindën e na burëruan. Nëse si pas shumë rrëfimeve dhe pak dokumentave të shkruara, duhet të ketë ndodhur si që kemi ndërtuar ne në përfytyrimin ton fëmirin dhe shkollimin e Lazi Spiros, është mëse e sigurt se dhe ai ka bërë ca zhurmë në klasë. Ka hequr vëmendje nga mësimi dhe ka ndjekur me sy kërcimin e harabelave në çati. Nëse ka kujtuar një ditë me shi në këto fushat të dheut të butë, do t'i ishte pamundër të mos shikte me sytë e mendjes lokoqitjen e krahëve të trishtilave, po kakarisjen e pulave kur ka përcenin gardhet e kopshteve të fqinjit. A nuk do t'i dëgjonte akoma? Po patat që në perëndim të diellit ecnin rresht dhe varg, hambullave të grurit të korrur thua i ka harruar. Këto do t'ishin disa nga gjurmët tona të para në këtë tokë ku kemi lindur, aq të ngjashme ndër tërë vegjëlit, por jo edhe pasioni për kuajt. Çfarë shikon ti? Ty që? Mo? I po mbi kalë, që kur ishe i vogël. Ke pasur pasion shumë kuajt. Të mos jesh. Këto e të kalon nga gajt papës. Ti me kale e maqin t'i valen para. Ja këtë se diun. E pa diun. Kërri do t'ishte miku dhe ndihmësi i tij. Krenaria ndër udhët e gjata ditëve dhe netëve ku do ta çonte nevoja dhe dinjiteti i burrit. Imagjino si e ndërtoni një jetën të këtej, në për këto fusha, në për moçalishte. Ashtu është. Po kryesisht merreshin me bregtari. Pastaj këtu rritesh shumë buj që çanin barë. Po edhe kuj tegë, që rriteshin këto pyet këtej anës detit. Në këto anë të harruara nga perandoria turke, nga fundi i shekullit të 19, kur kujtoheshin vetëm për Xhelepe dhe Nizam, kur hëna shikte veten në pllashtirat e ujit të ndenjur, kur në perëndim të saj dëgjoheshin thirrjet e çakallit ndër pyjet të bregdetit, Lazi shtathedhu kërkonte dashurinë. Kur dielli perëndonte, bukuroshet i zinin udhën e sytë e tij, shihnin vetëm hijet e stërgjata të ndajnatës. Kur dielli diqte, grunorët trazoheshin nga mantelit të bukurës së dheut. Por ç'është ajo që vjen rrugicës dhe, e qeshur, fsheh buzët e kuqe pas degëzës së konopicës ndan lumit. Po ajo pëshpërim a pshërëtim që ndihet krahti teksa larg, me hapësirat e mjegulluara, të lë pa frym një melodi e padëgjuar.
Dhe Lazi kërcente Majkalit në kërkim të dashurisë. Zemra i hovte si ndërkryere, veshët i buqistin nga këngët e babait të tij të dashur. Për çupëzat fytyrë rrumbullake me faqet por si hën, që vetë si kishte parë, po i kishin thënë. Por Lazi do të këndonte ndryshe. Dy syte tu, si gur xheneti, dale moj të t'i puth se s'bëhet qameti. Trupa sekte ka pasur bol, edhe e pishnin bukën me saqe. Jo, saqe. Rinë deri natën në Rom, piq buk, edhe piq edhe kukurece. Piq kukurece, për akia s'po më monde, edhe vetëm kënga i duhe, dhe rrugë kënga, thua që kjo të këtë mësur Lazin kënta. Ja. A thua Lazi shkoi tek i vllai në Vlorë në kërkim të dashurisë së vërtet. 20 vjeç, djalosh i fuqishëm, ai shpejt do të bëhej i njohur si këngëtar në kazinot e Hamza Kokës. Mbrëmjeve, pas punës në skel, Lazi do të përjetonte përshpërimat e paprera të detin. Mallin për nënën Angelin, vëllain e vogël Nizam dhe 2 vëllezërit e tjerë që çanin ugaret buzlumi të vdekur. Ishte koha kur kënga i vërshonte nga shpirti dhe e detyroi të takonte e të merrte nga mësuesi i tij Konstantin Minga për mbledhjen me tekste të këngëve të zgjedhura të myzeqes. Në kazinon e Hamza Kokës, më e njohura në atë kohë në qytetin e Vlorës, mbrëmjeve Lazi i ri do të këndonte këngën e shtruar myzeqare krahas virtuozëve Asim dhe Bilbil Vlora. Në klubin Labëria, ai do të njihej me Jonuz dhe Vangjel Leskovikun në prani të Jani Mingës dhe Ati Saiz, me të cilët i lidhte kënga patriotike. Netët do të kalonin me këngë, por ditët në zhurmën e përplasjeve të paprera të dallgëve të detit, nuk e linin të mendonte për të zgjedhurën e zemrës së tij, Marie Bandillin. Dhe një mbrëmje, në kazino u dëgjua një këngë e re, një këngë kushtuar bukurisë së marës, Marie Bandillit. Në vjeshtën e dytë të vitit 1900, Maria zbriste nose në Shëmpjeta. Po vazhdon akoma ta përfiturosh? Jo. Po përfitoj kazinon dhe Hamza Kokës edhe ty atje na e heng. Ja, unë atje vetë nuk kam qenë. Po jo ke qenë, po ke bërë një sherë të madh që mbahet mend të dhe sot. Ja, sigur kam parasyve. Ishte bërë shkak kënga që Lazi të largohej nga skela. Beu i kaninës nuk e dëgjonte dot këngën. Prit më Jusuf Bej, prit më, në të zonqa s'ke të mirë. Kur shikte kërcënimin për vete, sido që kjo ishte një këngë e vjetër me mesazhe të pavjetëruara të kundërshtisë. Rënkimi i lashtë sa bota i varfërisë përballë të së përjetshmes babëzi dhe gryksi. Lazi u kthye në vendlindje
së bashku me shumë bashkëshatar të tij nga Semani, Gryka, Topoja, burra, myzeqar, lal, që duronin varfërin, por jo përbuzjen nga kokoroqët e pasurisë. Do më thënë unë e vlazo. Po ti kush jemi? Deu. Para se të flasë për Vllazë Spiron, do të them që unë jam nga Vlora dhe një myzeqar mund të thotë që nga e ka njohur ose nga e di për Vllazë Spiron. Nuk kam dëgjuar Vllazë Spiron nga mosha të ndryshme. Kam marrë në vitin 1965 këtu në Fier, rrethana të jetës më kanë përru në thellë me shirin. Për Vllazë Spiron kam dëgjuar që ka qenë një boktrit, ka qenë patriot. Nësa kam dëgjuar, por nga atë moshat e vjetra, ka qenë një person që ka shoqëruar dhe Isa Beretimin për në Vlorë. Ka qenë njëri i këngës, i qefeve, bujar, dhe ka qenë burr shumë guximtar. Ky ishte Vllazë Spiron. Dhe është ku me vënd feudalëve të asaj kohe, që ishin në të Belet apo ka ditur ti mbijetoj. Ja dhe kisha se në përës. Nuk din nëse ka pasur një qenë dhe ditë me shi të ati vitit të vegjelisë sime, kur me timat, u strehuam në ngrehinën e harruar të kishës së Shane Premtes. Ai zuri të tregonte si kur ta kishte harruar pranin time në atë kubet të mbyllur për ndodhi të largëta. Gjëmimet e qiellit dhe rrufet përflaknin horizontet e rrësuara. Sidoqoftë, dukej që aktorët e kishin dëgjuar me vëmendje rrëfimin tim për çka kisha mësuar nga i mat atë ndaj natët e atij nëntori të largët të vitit 1912. Dëgjoj zhunë në shiu të karrocës. A i qeni shka që le? Po qishte ajo e lehur qeni? Trokitja e kujtesës për të mos harruar ngjarjen e madhe në katraurën e luftës ballkanike. Pakës dritë dhe ca tinguj të largët që trokasin në vetdijen tonë që të shohin në motet i ikura. Një kalorës kalonte përmes qotës së shiut. Një plak i moqëm çante baltën me këmbët e zbathura, i vetmi dëshmitar për nxitimin e kalorësit drejt Shane Premtes. A thua pas kesh qenë Vllazë Spiro që nxitonte në krye të qetës së tij të armatosur për të siguruar kalimin e Ismail Qemalit në vahun e Vjosës aty pranë për ngritjen e flamurit në Vlorë? Ai plak ka ikur me kohë nga kjo botë. Ku jemi? Ku je së në më shohë? Të shohë në ti? Qfarë shkërë me? Vlasi shikoj, Vlasin.
është një figurë patriote, është një figurë përfaqësuese e kulturës, është një figurë e cila për jetëgjatësinë e veprimtarisë së vet i kalon vetë për masat lokale dhe duke u bërë një nga figurat kombëtare. Është një patriot i cili e fillon aktivitetin e vet duke shoqëruar plakun e Vlorës në tërë zonën e Myzeqes, duke e përcjellë atë deri në Vlorë. Është pjesëmarrës i luftës Vlorës në vitin 1920, është pjesëmarrës dhe një nga më aktivet në ruajtjen e Kongresit të Lushnjës, është një nga ato figurat të cilat mburet shoqëria shqiptare, mburet shoqëria myzeqare, është një nga ata përfaqësuesit tipik me cilët ne si zonë dhe treve Myzeqes duhet të mburemi. Këta njerëz duhet të jenë frymëzim për të gjithë brezat e ardhshëm, duhet të jenë frymëzim për të gjithë ne se si luftohet, punohet për të mirën e adheut, për të mirën e vendit, për të mirën e gjithë popullit shqiptar. Serbët dhe malazesët zbrisnin nga veriu. Nga jugu andartët grek i afroheshin Gjirokastrës. Në Vlorë ishte ngritur flamuri i pavarësisë. Bandat e toptanasve zbresin në jug, arrestojnë Jani Mingën. Po Lazi Spiro, ku është me qetën e ti? Princ Viti, i dërguar nga konferenca e fuqive të mëdha, zbret në Durrës për të qetësuar këtë vend ku babëzia e të huajve dhe gryksia e feudalve vendas luante interesat e saj. Shkohor, princi dërguar. Shqiptarët kanë nevojë vetë për të luftuar. Habsburgët ju turën Bregdetit të trembur se dhe Italia, deri tashmë aleate e saj, po e dridhte me Rusin dhe Francën dhe zurit i afrohej Vlorës, thuaj se i vetmi shtek dalje i mbetur për detin, pa të cilin nuk merrte dot frym fuqia e madhe. Po përse më fanep se i prap dhe përsëria i qeni çuditshëm. Tashmë, gjollët e Bregdetit më përqaseshin me varka në ikje. Kjo ç'është kjo? Filloi lufta e parë botërore, pa austriakët këtej. Italianët dhanë ballë këtej dhe zunë grykën e Vjosës. Dyndja e austriakëve kësajane të Myzeqes i shtoi radhët e qetës armatosur të Lazi Spiros. Ajo u shtua me rreth 30 luftëtarë të rinj. Njësitë e vogla të qetës godistin karakollet austriake në Apoloni dhe poshtë, në Jaru pranë Shën e Premtes, në këto zona të pilluzuara me pisha, vërrinj dhe plepa gjethebardh, duke kaluar përmes këtyre gjolleve me varka të vogla druri, që banorët vendas i përdorin për gjuetin e shpendve të egra. Po austriakët u tërhoqën shpejt, duke i shpëtuar fatit të mjerë të ushtarëve turq të braktisur në këtë zonë nga perandoria e tyre e perënduar. Po Lazin, ku e kemi? Lazi duhet këtë qëndruar në këto anë dhe formoj një qetë armatosur. Bile pati dhe përpjekje me armë kundër austriakëve. Austriakët pastaj në tërheqje e sipër i do një shpinë Lazi. Jo. Kolera kishte mbërthyer këto anë. Në hirin e shtëpisë së djegur të Lazi Spiros ishin tretur 4 shoret e këngëve të Myzeqes, të mbledhura apo të krijuara nga pena e tij. Erërat e fortat të jugut të nxehtë kalonin me vërtik këtyre hapësirave duke ngritur lart në qiej të bytymt pluhurat e përvëluar,
Fërshullima e frikshme ndihej e mbytur me ojin e dridhshme të këngës së Llazit, shpërthimit të izgjatur i dhimbjes dhe revoltës. Ra një yll në mes të detit, isharet për tër miletin. Tërmetin në ushtrim 4 krajles se qungrim në rrethuan Shqipërinë. Në kotë austriake kanë qenë 2 karakolla këtu. Një ka qenë këtu në Apolloni, në Pojem, edhe një ka qenë në Shënëpremte. Edhe ka shumë mundësi që Llazi ashtu si që ishte i armatosur të ketë përcjell Ismail Kemalin për në Vlorë. Pasaj është kthyer përsëri mbrapa edhe ka shkuar tek ai vend ultimi në Shëndetur. Të falenderoj për shtesën që më dhatë mundësinë të kujtoj vlerat e një muzikari që me të vërtet kam qenë vlerat të jashtëzakonshme. Një figur me vlera, një figur që ka dhënë shumë për krahinën e muzikës, njëkohësisht edhe për abdheu. Historia e tij fillon që në pavarësinë e Florës, ka qenë pjesë marrëse e saj atje, edhe me shumë miq e shokë të tjerë. Ka qenë një burr i Zotit, një burr treg, një burr i mençur. Edhe të tërë krahina dhe zona e respektorin, jo vetëm muzikëja, po ai kishte lidhje edhe bashkëpunim. Kjo miqësi aq e fortë që ishte me ta, ishte se edhe respektoshej nga vlerat që kishte që në pamje, që në prezencë, të shije e kullër i provar, ishte një bukurie e jashtëzakonshme. Dikur, kur mesazhari ka qenë shtypur, mesazhari s'bënte oqake etj. Ndërsa Llazi fillua, një avilat për të bukarëqishtë në kishë krajina, që ndoshta dhe zona tjera të që ishin që më lartë, afër firë nuk e kishin ato. Duke qenë vazhdimisht në kërkim të meritave që ka pas Llazi, ta fil buletini, një nga ta për termin, që ka pas lidhje gjinore me të, ishte nipi Isa Buletinit, edhe e ka shkruar Isa Buletinin në të gjitha aktivitet për vlerat jetësore, për vlerat patriotike. Është e vërtetë, të bile me qetën e tij Llazi duhet të ketë bërë disa përpjekje, edhe më pasaj do të kenë korrur gru 2-3 herë dhe u nisën për mbarvajtjen e Kongresit Lushnjës. Atje. Mirë se vini o delegat, roje na keni ditën atë. E mban mend qysh atëre? Ishte pëtonin vendin e Zrenit, kishin mbetur në ndërgjegjen historike të shqiptarëve si përvojë vyer për mbijetesë në vendin e tyre. Nën prefektura e Fierit do të organizonte forcat armatosura në mbrojtje të këtij kongresi, mes të cilave edhe çetën e Llazi Spiros. Gruri, i vetmi gjelbërimi i fushave të mufatura nga shiu, priste ditët e beharit të futej në hambarët e të kurrur të myzeqes. Arrim me vete veç 4 kute pëlhur. Optimizmi për jetën në këngën e tij do të ndihej edhe në ditët ndjes. Besoj se atë vit nuk e korrët gruri. Jo. Unë desh të zitoja për në Vlorë. Në Vlorë, qeta e myzeqarëve u vendos në Skrofotin për krahas Zigur Lelos dhe Selam Musajt. Në sulmin e fundit, natën kur italianët do të hidheshin në det, komandanti i qetës, Llazi Spiro, do të plagosej dhe sa herë që reumatizma ngacmonte trupin e plagosur, Llazi do të këndonte duke qeshur. Ja do mbetet vite më vonë, kur në kazinon e Sotir Ikonomit, nga fundi i viteve 20, kur në Fier Zun të vinin këngëshnja, ja kishin dëgjuar krismën Llazit. Ai, së bashku me të mirënjohurin Kiu Poro, do të këndonte Bilbili ja thot qyqa po këndon, plagët e vjetra se që po mi lëndon.
është i vetmi vend që vjeshtë duket shumë. Vjesht ishte dhe atëra kur nisë Lazi për Lianin për të hequr plumin e italianit. Që nuk e se pas gjithë atyre andrallave që u kishte hapur Lazi, gjithë qarqeve greke, gjithë ata që kundërshtonin qeverinë e Ismailit Qemalit u drejtonte plumin. Të vjesht Mahamendja Lazi nuk e ka korrur grurin. Po ama kishte Mbaj mend që mblidheshin për Krishtlindje. Edhe kënga dhe hareja. Më provon një edhe të lavin më dhe. Te lavin? Mire, zuniet porallojnë, nisën gjela të këndojnë, djemë të tanë nizamë shkojnë dherat huko, malojnë për të vlanë mbetur pa ardhur nga Anadoli. Ah, i ziu një miq, ashtu si gëzimi do kallaballek. Aty nga mesi i gushtit për festën e Shënmërisë e më vonë, Polonisë dhe të Ardenicës mblidheshin këngëtarët MNZ të Myzeqes, organizoheshin festivale të vërteta të këngës e të vallës. Përmeti me Isuf Beratin do të ishte shpesh i pranishëm me 2 xhingite, valltaret e famshme rome, Difeja dhe Botolushnjës, të veshur me kostume karakteristike të krahinës, admironin këngën fjerake, vijën melodike dhe lirizmin e holl të përmbajtjes. Toma Poro, Toni Papuqiu, Bushi Bego, Sili dhe Jani Paloli e Vangel Lule, e të tjerë këngëtarë të mrekullueshëm të grupeve të Lazi Spiros e të Kiu Poros, janë njerëzit bënin pazarin dhe shtroheshin këmbkryq mbi rrogosa, teksa dielli kishte perënduar dhe errësira binte rrugicave ku hidhnin dritën e mekur kandilat me vajguri që ndiste kozë shtombari. U erët e u bënat nuk shohin të shtrojmë hurdhin, hëna dalte mos të dalt, dritë kemi bukurin. Këndonte Lazi Spiro vargjet e shkruara vet, ndër selvit e kishës së Shëngjergjit Buz Gjanicës në hënën e plot. Gjoni dhe Gjini i thërrisnin të përmalluar njëri tjetrit sipas legjendës së njohur. Tellalli, që nuk kishte gjumë, përshkonte rrugicat e kredhura në gjysmë e errësirë, duke bërë më të dukshme bukurinë e atyre netëve të varfra të qytetit që kishte ditur të zgjidhte gëzimin për të gëzuar e jo mërzin për të hidhuruar. Vetëm një kollë e mbitur dëgjohej diku andej nga Gjanica e dredhon për te i lagjes kish. Ishte Kiu Poro, që kthehej për në shtëpinë e tij me lagështirë. Një kalorës çapitej përmes baltës duke përtypur vargjet e reja të një kënge për hallet e kësaj bote. Kjo dynja e shkret, i të përjetoj patjetër brengat e kësaj jete. Kalit çapitej në errësirë drejt Shëmpjetrës, Lazi mendohej i përmalluar për Kronin. Vëllain e vogël rëtirat e Anadolit anë ujrat e liqenit Janinës. Dhe Lazi do të këndonte një tjetër këngë, të tij mbase,
për djemë të Shqipërisë që humbin në shërbim të të huajve. Nisen ushtarët larg të shkojnë në vera të huaja po qëndrojnë. Po te valli, pse hesht? A thua respekton dhimbjen e Llazit e zërin nuk i del dot? Apo trëmbet nga shpërthimi zulmëmathi këtij burri të fortë? Nëse doje t'ja shtoje gëzimin, duhet uleshen në këngë me ta. Nëse nuk doje t'ja shtoje hidhërimin kur këndonte për të zezat e kësaj jete, duhet të largoheshe. Ai hidhërimin e mbante për vete. Llazi do të përkrahte programin e qeverisë së Fanolit që ishte kundër feudalizmës, duke e vënë veten në konflikt me vrionasit e fuqishëm, të cilët do të ishin edhe kundër reformës së mbretit për shpërndarjen e tokave të quajtura belik të Bregdetit të kripur. Për herë i armatosur, ai nuk do të mungonte mes këngës dhe valles, qofte edhe deri në oborrin e kishës së Shëngjergjit, fare pranë vilës së Bejlerëve, me të cilët disa herë ishte përgati të nxirrte koburen atëherë kur dyshohej se tentativat e fshehta për ta vrarë ishin organizuar prej tyre. Llazi dhe Kiu Poro me grupin e tyre të këngës do të ishin të ftuar edhe nëpërmjet dhe Korç, në shumë krahina të tjera, për dasmat e njerëzve të pasur, duke lënë atje vizionin e një jete të hareshme mes harmonisë, mes vuajtjes dhe lumturisë, të së qeshurës dhe gëzimit në vargje të bukura dhe melodi magjepsëse për lindjen dhe martesën, për punën dhe festat shoqërore, që Tellalli njoftonte me zë të lartë, jo pa një ndjenjë humori dhe sarkazme, si vetë stili të folurit të Llazit. Qeveria ka shpallur fest e këngë dhe mbledh në Tiranë kallaballak të madh. Do dëgjohet nga noria jon Llazi Spiro Shumpjetra, Kiu Poro, Lazar Ndrio, Ilia Bele e Trushkole. Në paçi një Napoleon Turri i Tiranës, ku vetë në madhnia hapveshët e bën se hir Llazit ton në këngën e flamurit. E në mos paçi kokën e Kacines dhe bashkia do bëj sevap për ju. I ftuar në përvjetorin e pavarësisë në Tiranë, ai do të këndonte Flamuri Stërgjyshor, një këngë të thurur vetë, tek dëgjonte përplasjen e dallgëve të detit në skelën e Semanit, kur do punonte për disa vite si për të përjetuar ato kohë të mëdha, kur në Vlorën me det kishte punuar, kënduar e jetuar për të qenë edhe pranë Ismailit të Flamurit. I përzgjedhur ndër këngëtarët më të mirë të vendit, ai do të ishte i ftuar dhe në dasmën e mbretit Zog në Tiranë, së bashku me Kiu Poro në grupin e tyre. Llazi Spiro është një zë shumë original, shumë bukur në muzikë, edhe këtë kompozitore në zëra sepse duke dëgjuar edhe në telefon gjeta një timbre shumë të bukur, melodios, e një këngëtar i cili dita dhërat fjalën, dita trajtoi këngën, e të gjitha këto i thash sepse në përgjithësi unë i kam njohur të tërë ato këngëtarët e kësaj treve, dhe them që ai dallohet në mënyrë të veçantë nga të gjitha ato që kam dëgjuar. Dhe më bëj shumë përshtypje. Më bën përshtypje të Llazi dhe partneri i tij që ka gjetur. Kiu Poro, i cili është një këngëtar shumë i njohur qytetar i Firit, dhe dy këta këngëtarë të njohur janë bashkuar bashkë dhe kanë ndihmuar njëri tjetrin, kanë ndërruar shpesh rolet njëri Mars dhe të tjerës dhe kanë prodhuar krime shumë interesante.
Edhe më them që zërit i veçantë është i paqartësueshëm me asnjë lloj zëri që kam dëgjuar të pakën këto për nga Ciciteve dhe si këngëtar shumë original. E theksova dhe një zë shumë të bukur, brillant, shumë të pastër, dhe me të drejtë cilësohet si bilbili muzikës dhe sot juve kërkoni ta sillin kujtesën historike të kësaj krajive si këngëtar, si folklorist, si krijues, shumë interesant i cili nuk duhet harruar. A thua këta aktor ti impresionuar nga ta e ti e stuhishme në luftë dhe në këngë? Cila është e vërteta emocionuese te Lazi Spiro? Ku mbaron fakti dhe fillon legjenda? Besohet se Lazi Spiro më 9 prill të vitit 1939 nuk pranoi të shkonte në Rom në përbërje të delegacionit shqiptar si përfaqësuesi muzikës për t'i dorëzuar Viktor Emanuelit kurorën e Skënderbet të ketë pritur propozimin. Me siguri, duke shtrënguar dhëmbët dhe duke hedhur me shpejtësi syt në brez të vendi ku mbante koburen. Ky burr që kishte luftuar tër jetën për vendin e vet, që kishte dalë në mbrojtje të dinjitetit të çdo njeriu të ndershëm me grykën e koburës, tashmë i moshuar nuk mund të sillej ndryshe. Tjetër gjë se protokolli i qeverisë Kuislinge nuk lejonte hyrjen në rezidencë të njerëzve të armatosur. Aktorët lën pas pyllin me drur të ngatëruar, me shkurret dhe hijet ku me zit depërton qartësia e dritës së diellit. Për baldetit që përsërit përjetësisht rritin e heshtur të dëshmisë për të vërtetat e kësaj bote, pranti, të harruara në hamendësimin ton të 100 viteve më parë, dikur ka qenë skela e Semanit. Ky ishte një port i vogël ku zbarkonin ushtar, vaj, sheqer, stofra për hanëmet, vajguri për fukaren, që këtej ngarkoheshin e iknin për tej detit mushka e gomar, zhuka e ushtar, turq të braktisur nga perandoria e tyre e perënduar. Në këto duna rëre, mbuluar nga harresa e shekullit, gjenden gurët e varreve të Manofëve, Nemqes, Pepinos, kujtesa e burrave të atyre kohëve kur skela e Semanit ekzistonte. Na jep ngjarje dhe fakte që nuk lën dyshime mbi të vërtetat e tyre, mbi të cilët koha lë të thurë legjenda. Aktorët nuk i qëndruan dot tundimit për ta treguar në mënyrën e tyre të ndodhi të largët, ati 100 vite më parë. Vave për Allazi! Po vete kërkove tani. Si po vete kërkove? Unë uj ligjin e nëntë madhënis, orti. Skela është e shtetit. Kripa është malë që shitet ka Italani. E pra pare ti takoj qeveris. Kripa është e perëndis, orti. Se qeveria nuk ka hargjuar as një kacire. Po me mua ç'fate me mua? Kisha frikë për e te, orti. Se ti s'ta përton të vret. Edhe e bërë, e bërë në i pari. Ke për të kalë burka! Po ti, vdiqe atëm? Nuk e di, orti. Po me ti qëfar u bë? Mija, qëfar bëri? Po, më dënuan 18 vite burg. Ja. Po, më leruan, pasaj 6 muaj para. Më liroj qeveria. Jo, në fakt, burgosja edhe lirimi i Llazit është një nga ato rastet e rralla, ku përputhen me përsosmëri vlerat edhe virtytet njerëzore.
Dëshmëria, karakteri, trimëria. Vërtet, këtë do të thosh edhe unë. Duhet jetë rast i rrallë dhe them se në botë kur nuk kanë për të humbur virtytet e mira njerëzore. Nuk e luajtë mirë Lazi. Pse? Po sepse qysh ka lufta e Vlorës që Lazi u plagos. Edhe deri sa iku nga kjo botë në vitin 1945, Lazi qalonte. Nuk ja hoqën plumbin Lazin Janin. E bre. Po që ti kujtoj se i këtë saktën, gjithë këto i thurë? Shumë. Dhe ta lozje ti të Lalin, në qofë se Lazi sa po dal nga burgu, do të shkonde dhe të këndote në të gjitha kazinot e qytetit. Dhe pra fillu? Shikore. Perëndia komandantit burgut edhe Hanemës ti, do mos do edhe nak madhnisje është atje t'ja. Po është mjati që nëzirë ti në gojë, Nuk po i bjenë të armi, fare. Zbrazëm ato kacinet e fundit. I zbrazëm gjebet, po janakët e topojarakët e semanjakët e sopi e boqova. Lurva vendit. Parat flatje. Po nese që ti bëri punën të nëse bashkia mbretit pagunë dhe ti ato kacinet të ushesh kalamajt e tu. Në që unë punë time do bëri? Shko, thoj miletit pasaj si të vi për marrë. Edhe mileti beki me shko qitë vetë pasaj. E që zjoj që mileti zotër e Lazi! I menë që mi jo se manë dhe granë që fitoron me pa. E nuk ka një të dhe ribari, e ka të makinës. E nuk ka një të dhe... Po jo, Po, unë kure rash kaberin, ja mi kish marrën? jo, të një se kem të kërri tim, nuk do t'ja kalonin hekurit e Evropit. Se u për të vajtër të kazino e latëris, i rash këtej nga rrëra të buta datës. Pushet nga ja! Dëshmi të tjera flasin për amanetet e Lazi Spiros. Në luftën e dytë botërore, kur të huajtu dyndën përsëri në këtë vend, Lazi sëmur në shtrat, i dorëzoi koburen të nipit Nikol Spiro dhe nisi partizan.